Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka shuar të gjithë zërat dhe komentet për lëkundje të mazhorancës parlamentare gjatë seancës së votimit të antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Nga fieri Meta ka garantuar se shumica vijon të jetë qëndrueshme në përpjekje për të sqaruar abstenimin për 3 deputete të LSI-s. Ai tha se është kundër politizimit të zgjedhjeve në gjyqësor. Mazhoranca është funksionale. Mazhoranca ka mënyrat e saj se si verifikohet për gjithë ata që pretendojnë të kundërtën, por kemi të bëjmë thjesht me spekulime. Ne nuk ndërhyjmë në kompetencat e institucioneve të tjera, aq më tepër kur bëhet fjala për funksionimin e institucioneve të gjyqësorit. Menjëherë pas votimit në parlament, ku antari i KLD-s kaloi me 71 vota, pavarësisht abstenimit të 3 deputetëve të LSI-s, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama deklaroi se kryeministri Berisha nuk e ka shumicën për të qeverisur. Nga ana tjetër, nga fieri Meta ftoi klasën politike të evitojë të gjitha sherret dhe konfliktet mes tyre, si dhe të vazhdohet me reformat e kërkuara. Ndaj është koha që ti ikim sa më shpejt këtij konfliktualiteti që vjen nga vullneti i disa politikanëve për të gjetur pretekste për të ndezur konflikte. Ndërkohë që është koha për të treguar vullnetin, për të ndërtuar ura bashkëpunimi. Deklaratat e kreut të LSI-s erdhën gjatë një takimi me gratë të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Fier.